Aplikacionin digital në çdo televizor smart të gjitha markave dhe bëj regjistrimin në faqen zyrtare digital.al. Numri i ushtarëve dhe armëve nga shtetet e fuqishme është në rënje të vazhdueshme. Teknologjia po e ndihmon në fushë betejë. Robotët po kryejnë shumë detyra në terren. Duket se Ukraina po reziston edhe prej tyre. Nga më të rinjt është Zmiu, ose siç përkthehet në shqip, Gjarpri, i cili zvarritet në heshtje mbi tokë, duke shpërthyer mina ruse. Ky robot po prodhohet në Ukrainë dhe është pjesë e një programi të miratuar nga Ministria e Mbrojtjes në janar dhe synohet që këtë vit do të dislokohen mbi 15.000 sisteme pa pilot. Robotët përdoren për zbulim, çminim, transport furnizimesh dhe shpëtim të plagosurve. Së fundmi, ata gjithnjë më shumë po përfshihen edhe në sulme të drejtë për drejta. Në dhjetor të vitit kaluar, Ukraina realizoi sulmin e parë me robot pranë fshatit Lipci, ku dronët ajror dhe toksor bashkëpunuan për të pastruar pyjet dhe goditur trupat ruse, duke i zënë kundërshtarët në befasi. Edhe pse shumë nga këto sisteme janë ende në fazë testimi dhe nuk japin gjithnjë rezultatet e pritshme, përvoja e fituar nga këto operacione po e ndihmon Ukrainën të zhvillojë robot më të lirë, më praktik dhe më të adaptueshëm se homologët e tyre perëndimor. Ekspertët e luftës paralajmërojnë se etika dhe rregullat ndërkombëtare duhet të përparojnë me të njëjtin ritëm, përndryshe rrezikohet e ardhmja ku robotët vrasës do të veprojnë pa mbikëqyrje njerëzore. Një nga reagimet që në fakt bëri habi e Donald Trumpit, mbasi që në koincidencë me takimin që kishte me Zelenskin, vazhdonin bombardimet ruse mbi Ukrainë. Dhe ai poston në Truth, thot, ore, me një nervozizëm sërish të interpretuar, thot, Putin po tallet me mua, pra do të ne po flasim për paqe, po hapim letat e paqes, po bëjmë gjithë shka, po lobojmë, po marrim edhe kosto për sipër, kosto publike, ndërkohë që raketat vazhdojnë dhe godasin. Dhe pastaj erdhi si reagimi një hershëm deklarata e Putinit që për 3 ditë do të ndalojmë, sepse të flasësh për paqe ose të shpresh një vullnet për paqe, të vazhdosh bombardosh me raketa, me drone, me tjera, duke shkaktuar dhe viktima civile, duke një kontradikt shumë e madhe. Por, në lidhe me atë që biseduam pak më parë, që biseduam në këtë analizë, që një pyetje për zotin Sharë dhe pastaj edhe për gjithë panelin, por s'ka këtu një dredhi, se ne po i marrim gjërat, po i lexojmë shumë drejt. A ka interes Amerika që të mbyllet konflikti Ukraino-Rus? Ne nuk mund ta nxjerrim Bidenin si një paditur dhe administratën e Bidenit si një administrat të palogjikshme. Ata investuan shifra kolosale, të pa menduara në mënyrë graduale në këto 3 vite luftë, në mënyrë që të mbajnë të mbërthyer Rusinë në një konflikt me Ukrainën. Tani Trump do të zhbllokojë luftën, për arsye sepse Rusia është bërë, si thosh, ka hyrë në varësinë ekonomike të Kinës. Dhe gradualisht kjo luftë po prodhon një aleancë midis Rusisë dhe Kinës. Por, nga ana tjetër, kjo është një gjë që duhet bërë në lloj gradualiteti, profesor, apo do të thonë, s'mundet të jepet karta bianca Putinit për çdo gjë, se prandaj po them që edhe armët i shkojnë Zelenskit, Ukrainës, pra do të bërë edhe nëse do të riqi, do të një mënyrë të organizuar përmes një rezistente të përgjakshme që po bën Ukraina në këto momente. Konceptet e Amerikës për luftën, kur thënë konceptet e presidentit Trump për raportet me luftën Rusi-Ukrainë, me sa duket ndryshon komplet nga ato që kishte administrata përpara, pra administrata Biden. Gjithsesi, ka dhe pjesën që ka pjesën edhe të vazhdimësisë. Bideni, nëse do donte Bideni dhe vendet e Europës që presidenti Zelenski të fitonte luftën, ata kishin arsye tjera, kishin mundësi që të jepshin mbështetje më të madhe me armatim. Por edhe armatimi që është dhënë Zelenski është dhënë një armatim me pikatore. Kemi parasysh edhe deklaratat e presidentit Biden kanë qenë që do ta japim deri kur ta gjykojmë të arsyeshme.
Pra, gjithmonë ata kanë dashur konflikti të jetë i kundulluar. Pra, nuk është se kanë dashur që të fitohet kjo. Pra, ka qenë një tërheqje e Rusisë. Ka qenë një tërheqje e Rusisë për të mbajtur në këtë konflikt dhe këtu vi dakord ndonjëherë edhe me Tanin që u synua që të përfshihej në konflikt dhe të mbetej në këtë konflikt. Me sa duket, presidenti Trump ka ndryshuar edhe strategjinë e Amerikës në këtë fushë. Unë mendoj që ai don ta mbylli sa më shpejt këtë konflikt, bile don që të arrijë një rezultat edhe për atë egon e tij personale, domethënë që të marrë një nga premtimet. Interesat amerikane përputhen me mbylljen e këtij konflikti apo interesat elektorale të Trumpit? Interesat Amerikës janë interesat e Trumpit tash gjej. Jo, se Bideni përpara, dhe Bideni tashmë ato gjëra ndryshojnë sepse presidenti është presidenti votbesuar i popullit amerikan dhe ai përgjigjet për atë. Tashmë dhe në këndvështrimin tim dhe në analizat dalin që ai don të mbyllet sa më shpejt ky konflikt sepse problemi nuk është Rusia. Ata kanë edhe Bideni edhe administrata Bideni pa deklaruar që problemi nuk është. Pse vazhdojnë çonarmë Ukrainës? Po do vazhdojnë të dërgojnë sepse Putin nuk po tërhiqet. Putin ka Bideni pa programin e tij. Presidenti Trump ka programin e tij, ndërsa Putini ka luajtur të dy. Nëse për interesat amerikane, pavarësisht kush shfiton apo humb, ati intereson të fitojë edhe Rusia, siç po thua ti? Jo, nuk i intereson të fitojë Rusia, të mbyllet ky konflikt. Po, të mbyllet në favor të Rusisë. Jo në favor të Rusisë. Po si? Po Bideni synonte, Bideni dhe gjithë perëndimi synonin që Rusia të tërhiqë nga gjithë territoret. Ky është edhe me të drejtën ndërkombëtare me gjitha. Të gjithë dinin që Rusia nuk do të tërhiqë nga territoret. Jo, do të tërhiqë nëse do vazhdonte mbështetja amerikane dhe mbështetja europiane për Ukrainën, ai ka gjasa që do të tërhiqë dhe do dorëzonte edhe Krimen. Jo, do dorëzonte edhe Moskën. Moskën nuk e dorëzon ai tani, po Krimen do ta dorëzonte. Vjet nuk kanë kapacitet për ta ndalur. Dhe vazhdon kapaciteti, pra nuk kanë ndaluar. Tani mos e krahaso kapacitetin që ka Ukraina sot me kapacitetin që kishte Amerika dhe gjithë Europa perëndimore. Nuk janë kapacitet Rusisë ato. Po ja, ku kemi 50 vende, 50 vende perëndimore në luftë me Rusinë dhe për 3 vjet jo vetëm që nuk e çuan mbrapa. Lutem, ta mbyllun arsitimin edhe pastaj ta mbyllun arsitimin edhe të lutem. Edhe pra, nëse do të mbështetej, unë jam i sigurt që Rusia nuk kishte kapacitete për të rezistuar më tepër. Bile edhe tashmë Rusia nuk ka kapacitete. Presidenti Biden, kishte Amerika dhe Europa kapacitete për të ndihmuar Ukrainën në atë masë kritike që kishte. Po, kishte. Armësh. Gjitha llojet armë të mundshme. Shiko, Europa vonë kuptoi që do vinte Bideni dhe barrat e ngelesh Evropës dhe kërcënimi do i ngelesh Evropës, sepse nëse do të ishin rakorduar më mirë punët që në kohën e presidentit Biden, pra do vinte presidenti Trump që në kohën e presidentit Biden, gjërat do kishin shkuar ndryshe. Dhe në këndvështrimin tim, po theksoj edhe një herë, Trump kërkon të mbyllet sa më shpejt ky, të ngrihet fare si konflikt për kohën që ky është president, sepse në fund fare është edhe ajo që thoni ju me interesat e tij elektorale. Ai ka premtuar që të mos ketë luftë. Dhe synimet e tij janë të përqendrohen në konfliktin me Kinën. Ti mendon që Trump mund ta ndryshojë kushtetuën amerikane për një mandat të tretë? Sa e përlufton. Tezat janë hedhur, unë nuk e di se mund të arrijë, nuk besoj se do të arrijë. Ska fushat elektorale, sa i ka hedhur. Tezat janë hedhur edhe për këtë gjë. Jo, e di është shumë aktuale, po. Po, janë hedhur tezat. Kështu që në këndvështrimin, unë them që presidenti Trump ka interesa edhe elektorale, edhe për të përmbushur një nga ato premtimet. Por interesat e presidentit Trump janë interesat e Amerikës tash, du të jemi qartë për këtë punë. Goxha, replika juaj? Vetëm ato armë që kanë mbetur pa i dhënë perëndimi i Ukrainës janë vetëm bombat bërthamore. Të gjitha llojet e armëve që i kishin armët konvencionale, që i kishin në dispozicion, i dha të gjitha. Me radhë njëra pas tjetër, dhe të gjitha i proklamonte si këto do ndryshonin luftën dhe nuk ndryshuan asgjë. Dështuan totalisht. Të gjitha. Ngritën edhe komandë të veçantë dhe kanë ngritur në Wiesbaden një komandë para 2 vjet e gjysmë, komandën me cilën drejtonin luftën në Ukrainë. Dhe e pranuan edhe publikisht para një muaji para Senatit Amerikan. Koordinonin ndihmat për Ukrainën. Jo, nuk koordinonin ndihmat, po drejtonin luftën. E pranoi generali Cavoli para Senatit Amerikan, që janë marrë me përpilimin e operacioneve dhe me drejtimin e operacioneve të ushtrisë ukrainase në të gjitha ofensivat dhe kundërofensivat që ka bërë në to 3 vjet kundër ushtrisë ruse. Është tekstualisht me zë dhe figurë. E pranuan dhe vazhdojnë të jenë akoma pjesëtar në këtë komandë që kanë ngritur në Wiesbaden. Pra, po qese
do të ishin se dëshironin patjetër atë paqen, atëherë çfarë do bënte? Me të ardhur thoshte stop, të gjithë pjesëmarrësit amerikanë me këtë Wiesbaden unë të req, pra nuk kam. Vazhdon drejtohet Wiesbaden nga generali Donau. Pra vazhdon drejtohet nga generali amerikan. Edhe në periudhën e presidentës Trump, thotë. Absolutisht, por pse i duhet ta mbylli? Ati nuk intereson paqja. I duhet të arrijë një pushim, për arsye sepse tashmë në këto 3 vjet, këta sollën një Rusia nuk është ajo që ishte para 3 viteve. Para 3 viteve Rusia si kishte këto kapacitete. Dhe këta i dhanë mundësinë për 3 vjet Rusisë të arrinte kapacitetet të parritshme ndonjëherë, të cilat mund t'i arriste pa 15-20 viteve. Pra, nxithet militarizimin e Rusisë. Militarizim dhe fuqi ekonomike. Dhe tashmë sot nuk e ndalin dot dhe në rast se Rusia e fiton luftën në terren dhe detyron ushtrinë ukrainase të kapitullojë, këtë luftë nuk e ka humbur Ukraina, e ka humbur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi dhe u mbasin fytyrën. Dhe për mos të humbur fytyrën politikisht, sot po bën çmos që të arrijë një lloj marrëveshje, çfarë do të jetë, armë pushimi, përkohshëm, i gjatë, sa të mundet të jetë, por që të ndaloj lufta në mënyrë që të shpallën fitimtar, që unë ndala luftën, sepse po përfundoj lufta me kapitullim, atëherë ka humbur totalisht fuqinë politike e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, Kisave? Unë mendoj që plani... Je dakord me këtë analizë? Një mas madhe po jam dakord. Mendoj që plani që Trumpi ka prezantuar, Amerikanë ka prezantuar e mbyll luftën në favor të Rusisë, do thotë se Rusia arrin shumicën e objektivave që kanë Ukrainë në fillim. Çështja kryesore që ngjelet është ajo sa e militarizuar apo jo e militarizuar do jetë Ukraina në muaj dhe në vitet në vazhdim, por shumica objektiva të tjera ruse plotësohen me marrëveshjen që ka prezantuar Trumpi paktën në ditët e fundit. Unë mendoj që rusët nuk kanë interes të mbyllin luftën në kuptimin e këtij fjalët, rusët kanë interes ta ngrinë konfliktin, sepse rusët janë mjeshtrat e konflikteve të ngrira, ndoshta mund të synojnë një vazhdim të konfliktit me intensitet të vogël, sepse nuk kanë interes që Ukraina të rrimë këmbët apo të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, siç ishte edhe në dokumentet të amerikanëve, por nëse mbajnë konfliktin në nivel të ulët, do mbajnë Ukrainën vazhdimisht në tension, do mbajnë Ukrainën gjithmonë të fokusuar te konflikti dhe jo të rrimë këmbët ose të jetë një kërcënim në të ardhmen. Por unë mendoj që Trumpi pa diskutim dëshiron paqen sa më shpejt. Nuk mendoj se është ideja që Rusia është bërë më fort. Unë mendoj që është bërë më fort, por nuk është mendoj se kjo është ideja arsyeja pse Trump e kërkon paqen për momentin. Ndoshta arsyeja është sepse nuk ka më ose le të themi objektivi kryesor është ai për të shkuar tek Kina dhe e shoh të vështirë që Ukraina të kapitullojë të paktën për momentin. Në terren ndryshimet janë shumë të vogla, pra nuk se shoh në një fuqi të madhe ose një kapacitet shumë të madh nga ana e Rusisë për të marrë territorin. Nuk bëhet lufta për marrje, nuk matet po edhe për territorin bëhet lufta, sigurisht. Po edhe për territorin bëhet lufta. Është pasojë. Sigurisht, po edhe për territorin bëhet lufta. Edhe për territorin bëhet lufta. Po është pasojë. Po pra, kuptoj, po edhe për territorin bëhet lufta në fundit. Por nuk po e shohim për momentin që Ukraina të jetë afër kapitullimit. Ukraina tashmë po shkon drejt asaj drejt përfundimit të asaj. Kemi shumë kohë që themi. Ukraina ka 2 vite që themi do është afër kapitullimit, por nuk është afër kapitullimit. Çdo veprim që po bën në favor të Rusisë. Të gjitha llojet, të gjitha ofensivat që ka bërë në këto 2 vite të fundit ka bërë në drejtim të Rusisë duke dhënë hapësirë për të hyrë në territorin ukrainez. Rusia dhe në territor dhe përballë kësaj ushtrie që mendojnë se po kapitullon, ka ngecur të paktën ka 1 vit në 3 qytete kryesore në Donetsk, ka ngecur. Pra përballë një ushtrie supozohet të jetë kapitullim. Që do ishte në kapitullim. Nuk po themi të kapitullon nesër. Mund të kapitulloj pas disa amerikanët ndalin armatimin, ata kanë mundësi të luftojnë edhe 1 vit. Nëse ndalin armatimin, normale që po mund të luftojnë. Por pyetje Kisavi, 1 sekondë. Pyetja ime është kjo, një pyetje para se të kaloj ke Bozheku dhe ke Pullumbi. Më mirë thamë që Rusia vërtet, po ndoshta dhe unë besoj dhe i diku atë që tha Gozha që ka një revitalizim të militarizimit rus. Por, a mund të themi që ka ana tjetër Europa dhe bota zbulojnë një shtet dhe një popull i cili sot ka ekspertizë ushtarake të jashtëzakonshme në botë, siç është Ukraina? Pra sepse dëgjoj komente dhe analizat që bëhen për te faktit që meroshin pa dohën, nuk ka shtet, dohën armatimi Ukrainas është shumë superior se armatimi shumë edhe me Bashkimit Evropian. Antarët natës. Dhe ushtria Ukrainës është ajo që ka mbetur, me fjalë veteranët, është me një ekspertizë ushtarake të nivelit shumë të lartë. Unë mendoj që Ukraina... është zbulimi i madh, asnjë nuk e mendon këtë. Ukraina ka bërë një luftë të jashtëzakonshme në 3 vite. Dhe qëse jam një statistik, atë territorin e famshëm që ne flasim dhe që flitet në çdo marrëveshje të paqes, 96% të territorit që Rusia ka pushtuar në Ukrainë ka pushtuar në 2 muaj të parë të luftës.
Pra pas 2 muajve të parë të luftës ka pushtuar vetëm 4% të territorit. Pra në momentin që Ukraina filloi rezistencën në kuptimin mirëfillt të fjalës, ushtria ruse thuajse u ndali në vend. Dhe Evropa nuk ka nevojë të militarizohet në kuptimin mirëfillt të fjalës, por një Poloni e militarizuar dhe një Ukrainë e militarizuar pas luftës mund të shërbenin fare mirë si një digë e fuqishme kundër çdo kërcënimi rus në këtë rast. Kështu që Ukraina ndoshta ky është edhe qëllimi, ndoshta ky ka qenë qëllimi i thellë. Strategjik. Mund të ketë qenë sigurisht në këtë kuptim. Shoh që Goxha nuk është dakord, por do të Evropa nuk e ka zbuluar akoma Rusin, këtë Ukrainën. Është vërtet që sot dy ushtrit më të fuqishme ushtarakisht në botë, edhe me eksperiencë janë ushtria ruse dhe ushtria ukrainase. Nuk ka ushtri tjetër që ka eksperiencën e tyre luftarake dhe aftësinë e tyre luftarake sot. Por ajo që ka qesharake është se sot Evropa vazhdon pra për të trajnuar forcat ukrainase, i merr ato dhe i trajnon me forcat të vendeve të tjera të NATO-s, cilat nuk kanë asnjë eksperiencë lufte. Ka pasur luftë qesharake. Do notë kurt, do reflektoj. Do se do marrin ekspert Ukrainas. Po për të duhet të merrin ekspert Ukrainas në të gjitha nivelet e ushtrive të tyre. Ti të kap dhe pa mendje Goxha. Tani marrin për të trajnuar mbi armët që ata po japin. Mos tani. Marrin për trajnuar nga niveli i parë, nga niveli ushtarit deri në nivelin e komandantit batalionit. Japin armët e reja në terren dhe duhet t'i trajnojnë. Ato 4 vjet që kanë dhënë, to armë kanë. Bërthe, popullumi dhe muzeku ta bëjnë. Po. Atëherë sikur edhe Trumpi e tha, është i vendosur që të shkojnë drejt paqes, se në qoftë se nuk do të ketë ndryshim të politikës ose kurs të Putinit, mund të vendos edhe sanksione më të egra, parashikoj dhe sanksionet bankare. Po si mund ta thotë Trumpi, pse Putin tallet me mua? Si mund ta thotë, është autoironi shumë e rëndë kjo. Pikërisht sepse disa për këtyre me mashtron. Është një farë presioni që po i bën Putinit për mënyrën se si ata po ecin shumë avash për të ruajtur interesat ruse për të shkuar drejt paqes. Trumpi është njeri konkret, don rezultate të shpejta dhe konkrete. Kurse Rusia lëviz me diplomaci, lëviz me histori, Trumpi nuk lëviz në mënyrën politike dhe në mënyrën diplomatike tradicionale. Ai do gjërat konkrete në formën e tij. Trumpi akoma nuk ka kuptuar kë ka përballë. Ky është problemi i Trumpit, se ka kuptuar akoma kë ka përballë. Trumpi kishte shumë përballë dhe gjithë i sfidoi dhe i mundi. Po jo këtë. Në këtë rast nuk ka përballë. Po nuk ka kuptuar kë ka përballë. Me kuptojmë që jemi duke lodhur shah. Dhe dihet kush janë kampionët e botës në shah. Ka filluar neshja dhe jam i sigurt që nuk e ka mujt. Nuk është ndeshje, kjo s'është rugby. Ktu jemi shah, këtu është niveli më i lartë i inteligjencës. Shumë më i lartë, është e vërtet, po historia futet në këtë mes dhe mund të përsëritet, se dhe luftën e ftoftë e fitoi Amerika dhe luftën e ftoftë e fitoi Reagan. Zoti Pullumi ka dhënë është një gjë e momentit të fundit. Ka dhënë Donald Trump ka dhënë një intervistë. Te një intervistë me nuk di çfarë është Atlantiku me fjalë. Dhe me një korredaktor që fut dukur Jeffrey Goldberg. The Atlantic, po, The Atlantic. Është ai që publikoi ato të Hegseth, Pete Hegseth. Okej, dhe ai thotë titull kanë nxjerr këtë gjë. Titulli është tani bollën e drejtoi unë. Intervista real e presidentit që Bashkuar të Amerikës. Kishte se ndodhte ndryshe. Është sinteza e asaj që thot Pullumi. Pra gjithmonë më tepër Trump po kontrollon fatet e botës. Si gjykon? Jo, nuk duhet Trumpi është individ. Unë nuk bie dakord me këtë. Nuk bie dakord me këtë se me mendimin individual që ai do bëj çdo gjë vetë, nuk bie, sepse kjo s'ka të bëjë me atë ideologji që unë besoj dhe me atë ideologji që Trumpi frymëzohet, se ideologjia konservatore është forca e individëve, forca e kombëve dhe patriotizmit. Por Amerika është fakt që ka qenë aktori kryesor dhe dominon politikën ekonomike, ushtarake, diplomatike në botë të paktës që nga lufta e parë. Dhe gjithë këto vite, kur Amerika ka pas kontroll dhe diferencë kundër superfuqive tjera, dhe vetë bota që kur është krijuar njerëzimi ka qenë më e qetë, më e sigurt, më me pak luftra. Tani, sikur e thamë edhe më përpara, është fakti historik. Edhe në luftën e ftoftë, Rusia kjo ishte Bashkimi Sovjetik, kishte drejtues shumë të fortë, si Putinin e tjerë të ngjashëm, por e fituan amerikanët më në fund. Kështu që në këtë kontekst ellon them që Trumpi i tregon Putinit që mos të luajnë më, po të vazhdojnë të futen negociata dhe të shkojnë drejt paqes. Se po luajnë diçka ndodh? Pastaj ndolli çajnolli Rusisë që e çunë në një krizë, si ju e moni mend shumë mirë në vitet 90 dhe ju kujtohet mirë se sa u varfëroi ish Bashkimi Sovjetik i famshëm,
që thoni nuk bje kur. Si që gjynjëzoj Ronald Reagani, mund të gjynjëzoj dhe Donaldi. Vetëm se ka ndryshuar koha. Në fakt, gjynjëzoj Gorbaçovi dhe Jeltsin, Kanë ndryshuar fare lidhja Amerika. Fal, historia tenton të përsëritet dhe unë emision tjetër dhe s'kam kohë, po unë do ulesha aty ta bëja debat të, sepse Ronald Reagan bëhet kampioni i gjynjëzimit të Bashkimit Sovjetik, duke bërë ish Bashkimit Sovjetik, duke bërë atë luftën e yjeve, e përfshiu në garë, në konkurrencë. Ishte një teatër i madh, në gratë në cilën ranë rusët dhe harxuan miliardat që nuk i kishin. Dhe ngelen me tallona pa ongër. Shkam graniti i partisë, ngeti lërë me tallona. Po e mbyllim me një zonjë, Bozheku, ndrymi juaj? Unë thjesht, kur vjen puna për të bërë paqen, po i quaj në thonjë dhe se kjo dhe mund të konsiderojmë as paqe, kuptohet që duhet pak zjarë, sepse nëse nuk do të kishte një zjarë konstant, që Ukraina ta mbante ashtu të ndezur me shashkat e veta për ta mbajtur, është normal që Rusia automatikisht e kishte marrë dhe nuk kishte më nevojë për asnjë lloj ndërmjetësuesi dhe asnjë lloj negocimi. Unë e shoh më shumë këndvështrimin që në këtë situatë Amerika është e detyruar në një lloj mënyre për të justifikuar atë borxhin e jashtëm të vetin me ato shumë triliona dollar që ka borxh, në të cilin i intereson pasuria e Ukrainës, është futur për të bërë atë pjesën e lojës vet që i duhet për të negociuar vet. Dhe ndërkohë mban në ndezur zjarrin. Është një lloj prushi që se intereson pasuria e Ukrainës sot e. Për pjesën e mineraleve po flasim, gjithmonë për mineralet po flasim. Intereson për punët e veta dhe për të marrë ato që janë edhe pjesa e shpërblimit vet. Intereson. Po mendova për një vizion më përgjithshëm të ekuilibrave gjeopolitik botror, po nëse, dakor. Kina është nuk kam kohë të thellon, sepse do të futem në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë ne do merremi me misterin e parave të cilat duket sikur zbulua një kontrat për heqjen e non-gratës Dr. Berishës, kanë paguar një shifër shumë maramëndse, dhe kjo hyn në gjeopolitikën e dhe kuptimit. Se ja prap, shikoni gjeopolitika, prap, pse duhet të harxohen 6 milion euro sipas mediave për të hequr non-gratës doktorit, tani përpara zgjedhjeve. Pra shikoni se sa shumë rëndësi ka gjeopolitika dhe faktorit ndërkombëtar, thonë dikur, ne dhe në këtë ambientin tonë të brendshëm, kjo është arsyeja sepse ne e parapërqejmë gjeopolitikën. Faleminderit zoti Plumbi. Bozheku do vazhdojë të ri me ne dhe pjesën e dytë. Faleminderit zoti Shara. Faleminderit zoti Goxhaj dhe zoti Kristafi. Kemi EV dhe Optika Luani, publicitet dhe rikthehemi për pjesën e dytë. Mjeshtrat e EHV zgjedhin mishin më të mirë, erëzat natyrale më cilësore dhe i përpunojnë ato me shumë kujdes. Mbas pjekjes në avull, ju japin produktet e shijshme dhe të shëndetshme, që janë sallamet dhe proshutat EHV. EHV. Zgjidhni cilësinë. Shpërtimi një pajisje të improvizuar, mbushur me fishek, e vendosur në një makinë Volkswagen Golf, i mori jetën generalit Jaroslav Moskalik. Të premten, ai ishte duke kaluar pranë mjetit të parkuar në qytetin Barashkia, pranë Moskës, kur eksplozivi shpërtheu. Ngjarja rënd ndodhi pak orë përpara se i dërguari special i presidentit të SHBA-s, Steve Witkoff, të niste bisedimet me Putin në Moskë. Sipas medias ruse Mash, Moskalik kryente detyrën e zëvendës drejtorit të operacioneve në shtabin e forcave të armatosura ruse.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, fajsoi Ukrainën për sulmin, ndërsa Ukraina nuk ka komentuar. Por sipas agjencisë së lajmeve ruse TASS, autoritetet arrestuan si të dyshuar një person të përshkruar si agent i shërbimeve speciale ukrainase. Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë pretendoi se ai kishte bler makinën që shpërtheu, jo për këtë rast, por për atentate të tjera të ngjashme. Burime të pa identifikuara brenda shërbimeve të sigurisë ukrainase kanë thënë për BBC-n dhe media të tjera ndërkombëtare se ata kanë qenë pas vrasjeve, siç ishte vrasja e generalit Igor Kirillov në dhjetor 2024. Komandanti i trupave të mbrojtjes kimike, biologjike dhe të rrezatimit në ushtrinë ruse humbi jetën pasi një bombë e fshehur brenda një skuteri elektrik shpërtheu afër banesës së tij në Moskë. Gjithashtu, pak ditë para vrasjes së Kirillov, u vra me armë zjarri në një pyll pranë Moskës dhe shkencëtari rus i raketave, Mikhail Shatski. Veçtyre janë vrarë dhe generalë të tjerë të lartë, Andrei Sukovetsky, Vitali Gerasimov, Oleg Mitajev, Yakov Rezantsev, Vladimir Frolov, Kanamat Botashev, Roman Kutuzov, Sergej Gorjachev, Oleg Tsokov. Sipas analizëve perëndimor, sulme të tilla po bëhen gjithnjë më të sofistikuara dhe përçojnë një mesazh të qartë. Lufta mund të ndihet edhe brenda kufive të vetë Rusisë.